Dashi. Sot ndjen energji të reja që të rrethojnë duke të shtyrë drejt sfidave të reja. Në punë dëgjoj instinktin tënd, një ide që ke pasur për një kohë të gjatë mund të sjellë rezultate të shkëlqyera nëse e ndjek me vendosmëri. Marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Bisedat e sinqerta me partnerin mund të fuqizojnë lidhjen tuaj duke krijuar një harmoni të re. Financat janë në një fazë stabilizimi, por shmang investimet impulsive sot. Nëse ndihesh i mbingarkuar, mos hezito të kërkosh mbështetje nga ata që ke përreth. Përqendrohu në relaksim dhe meditacion për të balancuar emocionet e tua. Dita është e jokja për të krijuar momente të bukura dhe për të ndriçuar rrugëtimin tënd. Beso në intuitën tënde dhe lëri ëndrat të fluturojnë lart. Demi. Sot hëna sjell energji pozitive në jetën tënde. Në dashuri, përpiqu të shprehësh ndjenjat me sinqeritet dhe do vlerësohesh më shumë nga partneri. Nëse je ende beqar, takimet të reja mund të ndezin shkëndije me njërmisie të veçantë. Në punë, qëndro i përqendruar dhe mos hezito të kërkosh ndihmë kur të përballesh me sfida. Perspektivat për financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për detajet në planifikimin e buxhetit. Ndjesitë e përgjithshme janë të qeta dhe të ekuilibruara, duke të ofruar momente reflektimi dhe paqeje të brendshme. Merr kohë për veten dhe shijoj gjërat e vogla që të sjellin lumturi. Beso në instinktet e tua dhe ndjek rrugën drejt qëllimeve me kurajo. Binjakët. Dita e sotme do të jetë e mbushur me energji pozitive që të fton të përqendrohesh te çështjet personale. Në dashuri, hap kanalet e komunikimit me partnerin për të thelluar lidhjen tuaj. Nëse je beqar, mund të ndjesh një tërheqje të veçantë ndaj bikujt që ke injoruar më parë. Në punë, është momenti për të treguar guxim dhe të shprehësh idetë tuaja inovative. Rruga drejt suksesit është transparente dhe çdo kush mund të vëzhgojë. Financat do të kërkojnë vëmendje, prandaj trego kujdes me shpenzimet e panevojshme. Shijo çdo moment të ditës dhe mos hezito të ndalosh për të reflektuar mbi gjërat që të sjellin kënaqësi. Lëre zemrën të drejtojë rrugën drejt harmonisë së brendshme. Daforia. Dita e sotme mund të sjellë emocione të thella, duke të ftuar të reflektosh në ndjenjat e tua. Një bisedë e ngrohtë me një person të dashur mund të thellojë lidhjet tuaja dhe të hapë rrugë për mirëkuptim më të madh. Në punë, përqendrohu në detajet më të vogla, pasi sukseset e mëdha burojnë nga përkushtimi ndaj tyre. Financat kërkojnë vëmendje dhe planifikim të kujdesshëm. Mendo 2 herë para se të marrësh vendime të mëdha. Kujdesu për shëndetin mendor duke dedikuar kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Le të jetë ky një moment për të rimbushur me energji pozitive dhe për të gjetur inspirim tek gjërat e vogla që ngrohin zemrën tënde. Luani. Energjitë vijore të kësaj dite do të sjellin ngrohtësi dhe harmoni në mjedisin tënd familjar. Në dashuri, lër zemrën të udhëheq dhe mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të mund të thellojë lidhjen tuaj. Në punë, qëndro i fokusuar dhe merr kohën e duhur për të planifikuar hapët e ardhshëm. Mos u ngut me vendime impulsive. Financat kërkojnë vëmendje, është koha të mendosh për investime afatgjata që do të sjellin stabilitet. Sot ndihesh i lumtur dhe i frymëzuar, ndaj përdor këtë energji për të realizuar diçka të veçantë. Ndjenjat të forta të mirënjohjes do të japin kuptim ditës suaj. Bëj një shëtitje në natyrë për të përmirësuar humorin dhe për të rigjeneruar energjitë. Virgjëresha. Sot universi duket se jep një frymëmarrje të freskët. Në dashuri është momenti për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me personin e zemrës. Mos ki frikë të shprehësh atë që ndjen, pasi e vërteta jote është qelësi i harmonisë. Në punë, një ide e re mund të sjellë ndryshim pozitiv, keni besim në intuitën tuaj. Në financat, kujdes për detajet e vogla që mund të shpëtojnë buxhetin. Një planifikim i mirë është miku më i mirë për të shmangur surprizat. Ndjenjat janë të ekuilibruara, por një shëtitje në natyrë mund të ofrojë qetësi. Merr kohë për të lidhur me natyrën dhe për të rigjeneruar energjinë. Sot është koha për të ndjekur rrugën e harmonisë së brendshme. Dëshorja. Ditën e sotme, energjitë kozmike do të ngjallin një ndjenjë të thellë harmonie dhe balancimi në jetën tuaj. Në fushën e dashurisë, keni kujdes të dëgjoni partnerin dhe të jeni të hapur ndaj dialogut. Nëse jeni beqar, mund të përjetoni një takim të papritur që do t'ju ngjall emocione të reja. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe jetni përparësi detyrave të vogla që keni lënë pas dore. Financat tuaja kërkojnë durim, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për të ardhmen. Sot do të ndjeni të ndjeshëm dhe intuitiv, prandaj besoni zemrës suaj kur merrni vendime. Jepini vetes një moment qetësie në natyrë për të mbushur shpirtin me qetësi dhe mirëqenie. Përqafojeni ditën me zemër të hapur. Akrepi.
Sot, dëshira juaj për të kuptuar thellësisht ndjenjat e të tjerëve do të jetë një forcë e fuqishme. Nëse keni një partner, bisedat e sinqerta do të forcojnë lidhjen tuaj. Për ata që janë të vetmuar, një takim i papritur mund të ringjallë zemrën tuaj. Në punë, përqendrohuni në detajet që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Kjo vëmendje do të sjellë sukses dhe mund të tërheqë vëmendjen e eprorëve. Financat duhen menaxhuar me mençuri, shmangni shpenzimet e tepruara dhe fokusohuni në kursimet afatgjata. Sot do të ndjeni një ndjesi të thellë balancimi dhe qetësie. Mos hezitoni të kaloni kohë me veten për të rigjetur atë paqe të brendshme që ju bën unik. Një ditë e pasur me kuptim. Shigjetari. Ditën e sotme, ndjenjat do të jenë në qendër të vëmendjes. Nëse ke ndonjë çështje të hapur me një të dashur, është momenti për ta zgjidhur me qetësi dhe mirëkuptim. Gjatë punës, energjia juaj të motivon të përqendrohesh më shumë te projektet kreative. Inspirimi do të ndjekë, kështu që shfrytëzoje për të realizuar diçka të re. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të vogël, por mos u shqetëso, pasi gjendja e përgjithshme është e qëndrueshme. Në mbrëmje, një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjeneruar shpirtin. Kujdesu për veten dhe lëri mendimet e kota të shkojnë. Fillo ta ndjesh harmoninë brenda vetes dhe shijoje momentin e tashëm. Britsjapi. Qetësia e sotme mund të sjellë qartësi në mendimet tuaja. Në dashuri, është koha për të ndarë emocionet me të dashurit. Një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjet. Në punë, organizimi dhe fokusimi janë çelësat për të realizuar çdo detyrë me sukses. Një projekt i ri ju vjen përpara, duke kërkuar gjithë vëmendjen tuaj. Sa i përket financave, menaxho me kujdes çdo shpenzim. Mundësitë për të kursyer do të jenë të dukshme, ndaj qëndro i vëmendshëm ndaj tyre. Shëndeti emocional do të përmirësohet duke u përqendruar në meditim ose yoga. Kujto se ndonjëherë fuqia e brendshme vjen nga momentet e qeta. Ndjehu i lirë të ndjekësh zemrën dhe instinktin për të udhëhequr rrugën drejt ditëve më të mira. Ujori. Në këtë ditë të fundit të janarit, zemra jote ndjen nevojën për lidhje më të thella emocionale. Në dashuri, një bisedë e ndjerë mund të sjellë afërsi të reja me partnerin ose të hapë derën për njohje të veçanta nëse je beqar. Në punë, intuita do të udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative, beso në ndjenjat e tua. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, ruaj prioritetet dhe shtyp blerjet e mëdha për më vonë. Energjia jote sot është e përkryer për reflektim të brendshëm. Merr pak kohë për meditim ose shëtitje në natyrë. Sot, mendimet e qarta sjellin paqe dhe një ndjenjë të thellë mirëqenieje. Kujdesu për veten dhe lejoje shpirtin të frymëzojë. Peshqit. Sot, ndjenja e bashkimit dhe harmonia do të jenë në qendër të vëmendjes suaj. Është koha e duhur për të forcuar lidhjet me partnerin, duke ndarë mendime dhe emocione që nuk i keni shprehur më parë. Në punë, një projekt që keni nisur do të tregojë shenja të përparimin. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi do të çojë në sukses. Financat duken të qëndrueshme, por një shpenzim i papritur mund të shfaqet. Prania e diçkaje të papritur sjell emocion, por mbani një sy vigjilent mbi buxhetin tuaj. Ditën shijojeni me qetësi dhe ndjeni çdo çast me një ndjenjë mirënjohjeje. Kohët e fundit mund të ishte e vështirë, por këtë herë drita e shpresës ndriçon më fuqishëm.